Kunata ime ka një pyetje për ju. Pajt, bismillah. Thot se vjerri i saj e ka mallkuar shumë djalin e tij duke i thënë që ta sjell Zotin e Vlad. Dhe pas një kohë atij i vdiq vajza 11 vjeçe, domethënë mbesa e plakut. Kunata mendon se kunatit i vdiq vajza për shkak të mallkimit të vjerrit dhe dëshiron të di nëse vdekja ka ardhur nga mallkimi i vjerrit dhe a vazhdon ky mallkim apo duhet ta ndërpresi ai duke u tërhequr nga mallkimi. Nëse këto plakut, vjerrit, gjyshit i kanë hyrë në hak, i kanë bërë padrejtësi, e ka zonë mallkimi i tij, nuk ka dyshim. Dhe ky mallkim do të vazhdojë derisa të tërhiqet plaku prej mallkimit. S'ka dyshim ke kjo pjesë. Të hysh në hak prindit, babës ose nonës, të mallkojë ai me shpirt, po vallai nuk bën hajër as në këtë botë as në botën tjetër. Kështu që nuk është puna vetëm ke ky fëmijë që ka ndruar jetë, po do të jetë kjo gjithë. Kështu që këta duhet pendohen radh parë mes tyre dhe Zotit. E dyta duhet i kërkojnë hallallikun dhe duhet ta kënaqin plakun me çdo lloj forme që të rriqet nga mallkimi. Për ndryshe s'kan për të bëj hajër. Për ndryshe nuk kanë për të bëj hajër, vallahi bilaj, për Zotin.